Mendon që një zgjedhje e tillë është bërë për interesa personal? Po, definitivisht po. Etnike, po flasim saktësisht për rastin e etnikut. Po, definitivisht po. Edhe ka qenë e drejtë, është e drejtë, po mendoj që ai... A ka pas komunikim të etnikut me Federatën e Futbollit që po ndodh një gjë e tillë, ose është duke mendu, pas asaj që ka deklaruar Afrimi që Po askush nuk ka ditë. Askush nuk ka ditë për veprimin që do ta merr. Ai një janar ka qenë pjesë e jona, një janar ka qenë pjesë e kombit A. Me futbollistë me potencial që janë... A këto biseda sigurisht kanë filluar shumë më herët se muajin janar. Jo, nga shtaturi vitit kaluar. Po, kishte më qenë shumë korrekte s'paku një janar mos e pranoi ftesën që të vish në kamp. Edhe tregoj arsyeën që unë jam të e prit Shqipërinë. Kur që kërkujt ne se kërkon Lorek, ne nuk i bojmë presion. Lorek, ne nuk... Apo më tregon cila është mënyra drejtore që menaxhmenti i kombëtarës e fton një futbollist. Çfarë bëni ju që me bind një futbollist marrë me lut për kombëtarin e Kosovës? Ti zbashku me ekipën, me drejtuese federatës, mund të më ndërhyj edhe Franco Foda, që ka pas më herët selektorë që ndoshta ka ndërhyj si për Nash Shallandës në disa futbollistë. Vetë ka deklaruar vetë ai selektori. E para... U mundu mi bind, në atë kuptim e kisha thonë ndërhyrje. Po bindja nuk di qysh me përshur bindja, me bind. Unë po them prap një lojtar, një familje që nuk e don kombëtaren, Kosovën, shtetin e vet me zemër, atëherë si mundesh me bindi? A do të me bind individi, a shteti? A është me fuqishme ai me ardhë me lujt për Muharrem Saitin a për shtetin? Muharrem Saiti është sot, nëse nuk është. Do thotë ne punojmë në drejtim që hajde për Kosovën, mos hajde për mua. Po veç edhe ju du të mja kriju kushtet. Çfarë kushte? Mi thonë hajde luj hajde se kemi lujt standarda? Jo, është të tjo. Hajde që i bje kjo Lorek, i bjen s'është edhe larg lufta që ndodhi, që s'ka që ndodhi në këtë Kosovën e mjerë që ka qenë. E sa bujqet. Edhe kanë ardhur